Rritjet e çmimeve të karburanteve të shkaktuara nga lufta në Iran po ndikojnë në shtimin e shitjeve të automjeteve elektrike të përdorura në të gjithë Europën, than platformat online. Lufta që shpërtheu më 28 shkurt ka ndërprerë një rrugë jetësore transporti detar që transporton afërsisht 20% të furnizimeve globale me naftë. Kjo është ndikuar drejt për drejt në çmimet e stacioneve të karburantit, me koston mesatare në Bashkimin Evropian që është rritur me 12% në 1,84 euro për litër nga 23 shkurti deri më 16 mars, tregojnë të dhënat e Komisionit Evropian. Shitësi francez i makinave të përdorura online Aramis Auto tha se pjesa e tij në shitjet e automjeteve elektrike pothuajse u dyfishua nga java që filloi më 16 shkurt deri në javën që filloi më 9 mars, duke u rritur në 12,7% nga 6,5% më parë. Gjatë kësaj periudhe modelet me benzinë Aramis Auto ranë në 28% të shitjeve nga 34% më parë, ndërsa modelet me naftë ranë në 10% nga 14%. Nëse çmimet e karburanteve në Shtetet e Bashkuara dhe Europë mbeten të larta, vlerësit e makinave të reja pritet gjithashtu të anojnë nga automjetet elektrike dhe hibride. Shitjet e automjeteve elektrike të përdorura kanë tendencë të reagojnë shpejt ndaj ndryshimeve në mentalitet ose lëvizje të menjëhershme të çmimeve të karburanteve, sepse ato janë deri në 40% më të lira se modelet e reja dhe lehtësisht të disponueshme për t'u shitur, ndryshe nga makinat e reja që shpesh duan muaj për të dorëzuar. Në Gjermani, Mobil.de, tregu më i madh online e makinave në vend, tha se pjesa e kërkimeve për automjete elektrike në faqen e saj të internetit është trefishuar që nga fillimi i marsit nga 12 në 36%, ndërsa shitësit e makinave kanë marrë 66% më shumë kërkesa për automjete elektrike të përdorura se sa në shkurt. Aktualisht çmimet e larta të karburanteve po çojnë në një kërkesë në rritje për elektromobilitet, tha kompania.